7 marsi, dita e mësuesit, festohet në të gjitha institucionet arsimore të Shqipërisë, duke shënuar një moment mirënjohjeje për ata që mbjedhin faren e dijes tek brezat e rinj. Në këtë ditë veçantë, kryeministri Edi Rama ka përcjellë një mesazh urimi për mësuesit shqiptar, me mirënjohjen për mësueset dhe mësuesit që me durimin dhe përkushtim kultivojnë dijen tek fëmijët e Shqipërisë. Ju uroj gëzuar 7 marsin, shkroi Rama duke shoqëruar mesazhin me një foto simbolike. Presidenti i vendit Bajram Begaj zhvilloi sot një pritje të veçantë në nderim të mësuesve në pension që kanë shërbyer në arsim ndër vite dhe në zona të ndryshme të Shqipërisë. Presidenti i Republikës uroi festën e 7 marsit duke shprehur mirënjohje dhe vlerësim për mundin, përkushtimin dhe kontributin që mësuesit shqiptar kanë dhënë në përgatitjen dhe formësimin e brezave, duke përçuar dije, edukim, frymëzim për realizimin e ëndrave. Edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, i shprehu vlerësimin e tij për kontributin e mësuesve në edukimin e shoqërisë. Pavarësisht vendit ku ndodhemi, nuk mund të rria pa ju uruar gëzuar ditën mësuesve. Do të kisha dashur të shkruaja këto fjalë nga zyra ime, si çdo vit, në krye të punëve të qytetit, u shpreh ai në një mesazh drejtuar mësuesve. Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ka përcjellë sot një mesazh nga burgu për të gjithë mësuesit. Ai shpreh mirënjohjen për punën e tyre teksa nuk lë edhe pa përmendur zgjedhjet e 11 majit. Në shkrimin e tij të publikuar në rrjetin social Facebook, Meta shprehet se me fitoren e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, arsimi do të marrë mbështetjen që meriton. Në 11 maj, me fitoren e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, arsimi do të marrë mbështetjen që meriton. Buxhetin për arsimin do të rritet ndjeshëm, rroga e mësuesve dhe pedagogëve do të dyfishohet dhe paga e 13 do të bëhet realitet me ligj. Policia e shtetit përmes një deklarate nënvizoi rëndësinë e këtij profesioni fisnik, duke theksuar se mësuesit luajnë një rol kyç në formimin e brezave të ardhshëm dhe ndërtimin e një shoqërie më të mirë. 7 marsi mbetet një ditë simbolike në Shqipëri, ku mësuesit nderohen për përkushtimin dhe sakrificën e tyre në arsim, duke qenë udhërrëfyes të dijes për të ardhmen.